Janë zhvilluar 6 ndeshjet e vlefshme për javën e 25 në kategorinë e parë, ku në total u shënuan 15 gola. Fitore të rëndësishme arritën Skënderbeu, Pogradeci, Laçi dhe Besa. Korçarët në poshtën 2-0 Lushnjën dhe vjojnë të mbajnë kreun e renditjes. Pogradeci triumfoi bindshëm 4-1 ndaj Korabit, ndërsa Laçi fitoi me vështirësi 2-1 përballë Apolonis. Besa mori një sukses të çmuar 3-2 ndaj Kastriotit. 2 takime u mbyllën pa gola. Kuksi Luftari, pas 25 javësh kampionat, Skënderbeu kryeson renditje me 3 pikë më shumë se Laçi dhe 8 pikë përpara Pogradecit. Zonën top 6 që siguron pjesëmarrjen në fazën e play-offit e plotësojnë Iliria, Kastrioti dhe Burreli. Besa mbetet në ndjekje të kësaj zone, vetëm 1 pikë larg play-offit. Në pjesën e poshtme të renditjes, Korabi përpiqet largohet nga zona e rrezikut, ndërsa në play-out ndodhet aktualisht Apolonia dhe Lushnja. Luftari ka pa aq pikë sa Lushnja në vendin e 10, ndërsa Kuksi me 3 pikë më pak shpreson t'i afrohet kësaj zone për të shmangur rrezikun.